Zvicra është vendi me më shumë bunker bërthamor për frymë në botë, mbi 370.000 strehimore për rreth 9 milion banor, të mjaftueshme për të stërhuar të gjithë popullsinë. Por pushtimi rus i Ukrainës në shkurt të vitit 2022 riktheu një frikë të vjetër në zemrën e Europës dhe solli pyetjen: a janë këto bunker ende funksional? Në Lucern, një muze bunker në Sotenberg, dikur një strukturë që strehonte deri në 20.000 veta, përjetoi një val paniku. Vizitorë dhe telefonues kërkonin udhëzime, të friksuar nga një luftë që mund të bëjë reale. Ky reagim tregoi se në Zvicër përgatitja civile nuk është thjesht një politikë mbrojtjeje, por një pjesë e identitetit kombëtar, që nga viti 1963 çdo ndërtesë e re është e detyruar me ligj të ketë bunker ose të kontribojë për një gjë të tillë në publik. Ndryshe nga shumë vende europiane, gjë që po riemendojnë mbrojtjen civile vetëm pas vitit 2022, Zvicra nuk ishte fjetër kurrë. Ndërsa skeptikët pyesin çfarë vlerë ka mbijetesa pas një sulmi bërthamor, por zvicerianët nuk besojnë tek fati, besojnë tek përgatitja. Bunkeret nuk janë vetëm struktura betoni, ata përfaqësojnë një filozofi që mbështet lirinë, neutralitetin dhe vazhdimsinë përballë katastrofave. Në kohë kur diplomacia sfidohet nga agresioni, modeli zvicerian i mbrojtjes civile bëhet gjithnjë dhe më relevant. Pyetja është: a do të ketë Europa kohë të ndjekë shembullin, apo do të mbetet pas tre në momentin më të keq?